të barabartë për kushtetutës dhe jemi të gjithë detyrueshëm ta zbatojmë atë. Dhe për hatër të kushtetutës shkoj edhe te ai, i cili i kërkoi që të largohet, sepse vetëm në atë mënyrë do të krijosh mundin që në rast se ai ka kapacitet të rrit letrin, në rast se s'ka të iki, pra me ndryshimin e këtyre rregullave që kanë. Patjetër që do të ndodhi ajo. Pra kështu duhet të ndodhi. Kjo është rruga. Do të dalë një përfaqësi për tjetër. Një përfaqësi zyrtare që do të përfaqësojë. Ju po thoni kjo është rruga. Nuk ka rrugë tjetër në këtë vend. Pra e ka përcaktuar kushtetuta, çdo kush që pretendon se ka rrugë tjetër. Unë them kjo është rruga sepse nëse është vetëm kjo, kam parasysh Ramën i cili vazhdon të mbajë një vesh shurdhër në raport me fjala vjen kërkesat e protestuesve dhe vazhdon që të jetë gjatë gjithë kohës duke sulmuar ata që le të themi flasin apo lexojnë në emër të kushtetutës. Është normale. Si do të shkohet deri këtu është pyetja. Ndërkohë që Berisha në fakt e ka dhënë atë qëndrimin e tij në raport se me gjë nëse shkon në këtë pikë. Me protesta. Protestat unë uroj që grupi koordinator t'i vazhdoj, të mos i ndaloj, sa më shumë të zgjasë protesta, aq më masive do bëhet. Aq më të vetëdijshëm do bëhen njerëzit që ka ardhur koha për ndryshim. Nuk ka ardhur koha për rotacion. Për këtë arsye, dje një nga anëtarët e grupit doli dhe mori fjalën dhe tha që nuk jemi për krimin e një partie politike. Pra, qëllimi është që gjithë kjo fuqi popullore të mos kanalizohet në drejtim të një partie politike, sepse në rast se do të kanalizohet në drejtim të një partie politike të re ose të vjetër, pra, rëndësi ka, thjesht do të bëjë rotacion dhe jo ndryshim. Kërkesat janë për ndryshim dhe nuk janë për rotacion. Ndryshim që lidhet me garimin. Absolutisht. Ndryshim të rregullave të lojës, në rast se ndryshojmë rregullat e lojës, të garimit, atëherë bëhemi të barabartë në aspektin e garimit, ta nisim të gjithë në një linjë. Ndryshim të rregullave ku të jetë i barabartë edhe ai djali i bujkut njësoj si djali i ministrit, të drejtojnë njësoj. Pra të kenë të njëjtat të drejta të barabarta, të trajtojnë njësoj në këtë garim. E qartë. Ndërkohë, nëse kalojmë tek qeveria tranzitore dritan, ju çfarë thoni? Flisni për një çfarë thot grupi organizator, pra që të jem korrekt. Pra në atë normalisht grupi organizator çfarëdo që të thotë, çfarëdo që të mendojë është detyruar në fundit të zbatoj kushtetutën e Republikës. Pra, në fundit, ai grupi nesër ka një pikë aty ajo që thotë që do të fillojnë konsultimet me grupet të interesit, me intelektual, me gjithë. Pra, arsyet e konsultimeve dhe tavolinave të bisedimeve që kanë hapur është edhe për të nxjerrë një përfaqësi nesër në rast se duhet, pra në rast se do vim ajo, po edhe për të diskutuar më gjerë dhe më gjatë pikat të cilat janë për ndryshimet kushtetuese, cilat janë ndryshimet kushtetuese, propozimet, ndryshimet e disa ligjeve, sepse aty ata kishin vënë vetëm 4 ligje. Por ama ka edhe disa ligje tjera që nuk janë mundur të vijen, sepse ndoshta për efekt kohë, ndoshta për efekt ashtu. Shumë qytetarë që sugjeronin. Ka shumë. Për këtë arsye kanë vënë atë pikën që do të hapim tavolinën e bisedimeve dhe pastaj diskuton se janë shumë pafund ligjet që duhen ndryshuar. Janë shumë pafund ligjet të cilat këto janë kolonat, le të themi. Pikërisht, këto janë bazat e asaj që ndalin shitjen e vendit, shkatërimin e vendit. E qartë. Më pas dritan vazhdonit mbeteni tek pjesa që do shkohet në zgjedhje apo jo? Absolutisht. Për atë aty shkruaj një qeveri tranzitore 12 mujore dhe pas 12 muajsh me ndryshimet kushtetuese të cilat aty ishte shkruar që duhet të bëhen me referendum. Këtu e kam çështjen. Si me referendum se me referendum, pra të vendoset kur të rrihet ndryshimet kushtetuese, pra këto ndryshime kushtetuese të votohen nga populli me referendum, mos votohen më në parlament. Jo në parlament, por në referendum. Edhe në parlament nuk i votojnë dot ndryshimet kushtetuese sepse duhen 94 vota, vetëm në rast se pozita dhe opozita bëhen bashkë. E qartë. Pra, duke qenë se ata nuk do të mund të bëjnë 94 vota, po edhe nëse i bëhen, kjo do të ishte një nga tradhtit më të mëdha ndaj popullit tyre, unë mendoj dhe jam në një mendje me ata që kanë shkruar datë deklarat që duhet vajtur në referendum. Referendumi e njeh kushtetuta, ka një nen në Kushtetuën e Republikës që njeh referendumin. Tashmë për të bërë atë referendumin, a duhet parë ligji referendumi, a duhet ribërë ligji, është edhe ajo pjesë e asaj, sepse do ta bësh. Eksakt, por kjo është për këtë arsye është kërkuar kjo qeveria tranzitore, e cila të merret edhe me ligjin për referendumin dhe ligjet e tjera. Kjo qeveri tranzitore dritan do bëj. Kjo qeveri tranzitore do bëj dhe referendumin, po thua? Atë vendos gjykata kushtetuese ose parlamenti këtë punë për referendumin. Por qeveria tranzitore do ta përgatisi
zgjedhjet për referendumin, pra. Dakor që e vendoset. Një nga detyrat e saj është të përgatisi, pra në mënyrë që vendoset të përgatisi referendumin. Referendumi do bëhet në kohën kur vendin do ta drejtojë për 12 muaj kjo qeveri. Pasi bëhet referendumi, pastaj drejton. Pasi bëhet referendumi dhe janë ndruar edhe gjatë gjithë kësaj 12 muaj, ke ndruar, ke marrë edhe me ligjet e tjera, pra kodin zgjedhor, ato që ke bërë atë fuzionin e sugjerimeve që do bëhen. Pas ndryshimeve kushtetuese të miratuara me referendum, shkojmë në zgjedhje të gjithë me një linjë të barabartë, pra me rregullat barabarta dhe hyjmë në zgjedhje. Pastaj, kur hyjmë në zgjedhje, në rast se zotëria i merr prap 800.000 vota, hallall e past, nuk ka më askush të thotë asnjë pikë zëri. Pra për të kundërshtuar, për të rrëzuar qeverinë. Mund të kundërshtojmë pastaj dhe do flasim, do vazhdojmë të flasim. Rilegjitimohet, po thonë. Do vazhdojmë të flasim për gabimet që mund të bëjnë ose që do të bëjnë në të ardhmen. Por nuk mund të kërkosh dorëheqje më në atë moment. Pra ka mbaruar se e legjitimohet. Çdo ndryshim drejton nëpërmjet zgjedhjeve. Shiko, ajo çfarë kërkohet është kështu. Është shumë e thjeshtë, pra në atë koncepti i asaj që kërkojnë referendum ka të bëjë me zbatimin, si thash, prej fillimit të qëndrojmë zbatimit të kushtetutës. Pra ata djem që janë bërë atje dhe vajzat i qëndrojnë zbatimit të kushtetutës. Neni 2 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë thotë që sovrani e ushtron pushtetin nëpërmjet delegimit, pra e delegon atë, siç është aktualisht që e ka deleguar deputetëve, ose drejt për së drejti. Pra me këtë kërkesë, grupi koordinues shpreh vullnetin e popullit që të ushtrojmë të gjithë shqiptarët pushtetin drejt për drejt, pra atë që na njeh kushtetuta. Jo nëpërmjet parlamentit. Jo sot nëpërmjet parlamentit, prandaj kërkohen ndryshimet kushtetuese me referendum, pra ta ushtrojmë drejt për së drejti pushtetin ashtu siç na njeh kushtetuta. Pra asgjë nga ato kërkesat e lexuara aty. Grupi ka qenë i kujdesshëm dhe e shoh që ka qenë i kujdesshëm sepse kanë qëndruar brenda kornizës kushtetuese. Pra çdo gjë që është kërkuar brenda një kornize. Brenda kornizës kushtetuese të tanishme, pra atë që të lejon kushtetuta dhe atë që të jep të drejtë kushtetuta. Pra ky do të jetë dritan hapi final pas referendumit, zgjedhje të lira, kush të dëshirojë le të krijojë parti sa të dojë, sa të mundet le të hyjë. Për kodin zgjedhor, ka grupi një projekt se si duhet jetë? Nuk di, a ka grupi projekte për kodin zgjedhor ose për ligjet e tjera. Nuk e di këtë, por një nga arsyet ajo që të shkruhet aty, jam në dini që për kodin zgjedhor dhe për gjitha këto të tjerat, bëjnë këto tavolinat, pra do hapën këto tavolinat me grupet e interesit, secili pastaj jo vetëm për kodin zgjedhor, por edhe për ligjet të tjera të ndryshme që janë përgatitur, po përgatiten dhe janë 2 ligje, për shembull që janë çuar në parlament, këto gjatë ditëve të protestës. Njëri është çuar për diskutim dhe tjetri është çuar për miratim. Ai që është çuar për miratim është një ligj që ta merr tokën bujqësore dhe e shet, pra ja merr qytetarit tokën bujqësore dhe e shet. Pra të gjitha këto janë ligje që nesër diskutohen nga këto grupet që janë specialistë. Unë nuk jam specialist i ligjeve, nuk jam specialist kushtetues, për këtë arsye dhe edhe grupi besoj që nuk janë specialista, dhe për këtë arsye kanë kërkuar që ti duhet të hapesh ekspertizën. Pra, ekspertiza do thot nga avokat, nga njerëz të ndryshëm, nga intelektual, ata do të organizojnë tavolinat për këtë punë, për të nxjerrë një diçka më të mirë. Gjithnjë më të mirë dhe gjithëpërfshirëse. Pra qëllimi është që të jetë gjithëpërfshirëse. Nuk janë të përjashtuar këtu. Unë mendoj që të përjashtuar duhet të jenë vetëm ata zyrtarët e lartë, duhet të jenë kryetarët e partive, sekretarët e partive, kryetarët e degëve dhe ata zyrtarë të lartë që mbajnë detyra të larta në pushtetin vendor dhe qendror. Pjesa tjetër nuk e pse ti përjashtosh, mund të jetë antar i PD-s, antar i PS-s, por do të marrë pjesë, pra nuk e pse ta përjashtosh nga mendimi, sepse fundja fundit jemi të gjithë shtetas të këtij vendi dhe po kërkojmë një garim të drejtë. Dakor, po pse nuk përdorni fjala vjen në opozitën dritan, Partinë Demokratike nominalisht për të realizuar në një farë mënyre një lloj presioni dhe sepse besoj që dhe Partia Demokratike është e interesuar që të shkohet në këtë skenar, ka folur gjithmonë për zgjedhjet parakoshme, ka folur gjithmonë për ndryshim të kodit elektoral. Pse mendoni se pse nuk është një skenar tjetër, apo pse gjatë gjithë kohës tentoni, apo grupi organizativ e tenton që të mos e marrë në konsiderat një faktor parlamentar shumë të rëndësishëm si është Partia Demokratike? Unë mendoj që Partia Demokratike ka humbur legitimitetin e kësaj që thonë juve. E ka humbur në vitin 2009 me ndryshimet kushtetuese që bëri brenda natës. Një marrëveshje që askush nuk e di,
thjesht u morën 2 veta vesh, pra ulën Edi Rama dhe Sali Berisha, vendosën dhe të nesme në parlamenti vendosin ndryshime kushtetuese të cilat e kanë sjell në këtë gjendje që jemi. Pra në këtë moment e ka humbur legitimitetin e asaj, sepse siç thash, ne dy thotë që delegimin e pushtetit, pra ti e delegon pushtetin në mirëbesim. Dhe në momentin që ti këtë mirëbesim timin e keq përdor për interesat të tuat personale dhe politike të grupacionit tënd, atëherë ti nuk je më i mirëbesueshëm dhe nuk mund më të besoj një të ardhme tjetër. Për këtë arsye ka humbur legitimitetin kjo opozit dhe nuk mund të jetë legjitime në këtë bërje. Për këtë arsye kërkojmë që t'i rikthehet sovranit vendimarrja dhe pushteti. Pra të zbatohet pjesa tjetër e kushtetutës, që thot. Pra pavarësisht ofertës që mund bëj Partia Demokratike për t'u kthyer në një shtrat apo në një zë të interesave të qytetarëve në rastin konkret, po thoni që ju do të vazhdoni në këtë grupi organizativ do të vazhdojë në këtë. Buka e thyer nuk ngjitet. PD-ja nuk e përfaqëson më këtë sepse e ka humbur këtë përfaqësi, e ka humbur vetë, nuk e ka hequr kush. Me vendimarrjen e saj, me ndryshimet kushtetuese, pa marrë gjëra të tjera, vetëm po qëndrojmë te kushtetuta, nuk po hya si gjë tjetër. Vetëm me ndryshimet kushtetuese të 2009-s. Të bëra në mënyrë të tillë si një marrëveshje mafioze, e ka humbur legitimitetin e popullit dhe nuk ka më asnjë të drejtë ta bëjë atë në emër të askujt. Dritan, një nga akuzat që lexova dje, domethënë në lidhje me deklaratën tuaj, është fakti që nuk e përmendët Sali Berishën në ato pikat Po se Sali Berisha është opozit. Pra nuk është qeveri, aty është kërkuar dorëheqja e qeverisë. Pra, Sali Berisha nuk është në qeverisje, është në opozit. Çfarë do ta përmendim Sali Berishën? Për atë. Pra siç e thash, Sali Berisha është pjesë e kësaj, por nuk aty kërkesat që ka bërë grupi janë maksimale politike. Jo, që janë. Pra, dhe është qëndruar brenda një kornize kushtetuese. Të kësaj kushtetuese që kemi. Dhe kur kërkon, pra në moment që kërkon dorëheqjet e qeverisë, pra ke sulmuar njërin, por kjo nuk do të thotë që do të vi tjetri, sepse ai nuk mund ta zëvendësoj, edhe ai duhet të shkojë në zgjedhje. Pra nuk ka. Pra në momentin që dorëheqet qeveria do të bëjmë zgjedhje. Atëherë, vim te pika e dytë, kur dorëheqet duhen bërë këto zgjedhje. Aty është përcaktuar që këto zgjedhje do të bëhen pas 12 muajsh, pra duhet një qeverisje tranzitore 12 mujore. Vim te pika e tretë që kërkon ndryshimet kushtetuese, pra në këto 12 muaj do të bëhen ndryshime kushtetuese, ndryshime ligjeve dhe këto gjëra, për arsye se opozita nuk e ka tagrin ligjor ta bëjë atë sepse e ka tagrin ligjor në dispozicion me popullin, po them, përpara popullit, jo tagrin ligjor si deputet. Tagrin moral, po thua. Edhe tagrin moral. Pra legitimitetin. Legitimitetin, okay. Nuk ka legitimitet në raport me atë që kërkon protesta ta bëj. Për këtë arsye, duke mos e pasur këtë legitimitet, për këtë arsye pika 3 në vetvete e parashe edhe opozitën, sepse kërkojmë që të bëhet gjithçka me referendum. Pra në këtë moment edhe opozita është një me pozitën në këtë moment, pra nuk po ja lëm atyre, sepse po shkojmë te referendumi, pra te populli, ta vendosi populli. Në momentin që ti e ke përjashtuar nga ekuacioni në vendimarrje, automatikisht është e përfshirë opozita pavarësisht se nuk i është përmendur emri PD, Sali ose diçka tjetër. Dritan, ndërkohë menjëherë pas deklaratës tënde ka patur një reagim të kryeministit Rama ku ju ka akuzuar si një agent i Iranit në Shqipëri, çka legjitimon sipas tij të gjitha akuzat e tij të mëparshme. Nuk ka qenë vetëm Rama, Tauland Balla po ashtu. Si e vlerëson këtë reagim të kryeministrit? Do t'ju sugjeroja juve dhe gjithë dashamirëve, edhe atyre që janë dashamirë të mi, që ta mirë kuptojnë edhe kryeministrin edhe gjithë shpurën e kryeministrit. Duhet ta mirë kuptojmë sepse sot njeriu me hallin më të madh sot në Republikën tonë të grabitur është kryeministri. Halli i tij është ekzistencial në raport me neve. Ne kemi hall ekzistencial të na ekzistojë Shqipëria, kurse ai ka hall ekzistencial të kokës tij. Kryeministri ka bërë premtime dhe ka dhënë fjalë që Shqipërinë do t'ja shesi, do t'ja japi, do t'ja fali kujt mundet. Dhe tashmë populli po del në shesh dhe nuk po e pranon këtë, pra po ja prish premtimin. Por atje ku ka dhënë premtime, atje premtimet paguhen me kokë.
ju ka dhënë premtime krimit të organizuar që do t'i pastrojnë paratë e tyre në për këto resorte që ndërtojnë, në për hotelet që ndërtojnë me këto ligjet për investitorët strategjik. Ju ka dhënë premtime oligarkëve që do t'i japi gjitha ndërtimet, rrugët do t'i japi atyre me çmime si t'i duan ata. T'i vënë ata çmimet, siç edhe i kanë vënë në stratosferike, për te çdo lloj vlere. Po. Pra, është i lidhur ngushtësisht me këtë shkatarim të vendit, me këtë grabitje. Pra, është i lidhur me këtë trinomin. Ky është politika, krimi dhe oligarkia janë bërë një. Dhe krimi dhe oligarkia e kanë marrë peng të kryeministër. Dhe tashmë ky është pengi i tyre. Dhe në momentin që ky mendon dorëheqjen, ky mendon kokën. Pra këtij rrezikohet koka jo nga protestuesit. Për neve nuk rrezikohet koka, se siç e thash, për protestuesit ai nesër do tulet në tavolinë për bërjen e qeverisëre, e qeverisë tranzitore, sepse është palë e përcaktuar kushtetuta. Por ai këtë mendon, në momentin që jep dorëheqjen, a do t'i lënë kohë ata që ky të mrit deri te tavolina e bisedimeve? Sepse ky u ka garantuar atyre parajsën në këtë vend. Ju ka garantuar që këtë vend është i tyre, vetëm ai të rrinë karrige. Dhe në momentin që ai nuk e mban dot të premtim, atëherë ai e paguan. Prandaj mirë kuptojeni me mënyrën si flet, mirë kuptojeni me skizofreninë që e ka zënë. E ka nga halli, ka hall shumë të madh. Dhe po ta shihni mënyra se si flet. Dhe se si retorikën që ka, është e njëjtë me vitin 1990, në rast se ata që janë më të ri se neve nuk e mbajnë mend, mund të hyjnë sot në YouTube dhe të shohin retorikën e Ramiz Alis në vitin 1990 kur mblidhte byron politike dhe ju thoshte, ata që protestojnë paguen nga agjenturat e huaja, që nuk e duan të mirën e socializmit në Shqipëri. Është e njëjta retorike dhe kjo e Ramës. Është retorike një pushtetin i ikje, i cili po kapet pas fijeve të flokut, si ai i mbytur i pas fijeve të flokut. Sepse Rama vërtet është i mbytur, jo prej nesh. Është i mbytur prej atyre që ju ka bërë premtime dhe që nuk i mban dot më, sepse populli është pronar i këtij vendi. Sepse na jep të drejtë kushtetuta këtë gjë. Prandaj unë mirë kuptoj Ramën në hallin që ka. Dhe nuk merrem as me Ramën, as me ata që ka lëshuar Rama dhe që ka Rama për rreth. Rama do shkojë te shpifjet, do shkojë te gjithçka, do shkojë te akuzat. Nuk ka dallim. Do shkojë te nëna, te motra, te babai, do merret me të gjithë. Do merret me gjithë familjen, të timen, po edhe të atyre që janë te grupi koordinator. Të gjithë do i sulmoj. Vetëm këtë gjë di të bëja ai njeri. Po unë nuk kam problema të punë. Bile si bëj thirrje grupit koordinator që ta ketë parasysh kur ecën në rrugë. Gjithkush ecën në rrugë, i ka qelluar të ecën në rrugë. Në rast se të kafshon një qen, ti çfarë bën? Kthesh e kafshon edhe ti qenin? Dritan, më duhet ta bëj edhe këtë pyetje. Në fakt, sot Rama ka nxjerrë me demek edhe një dokument ku ju akuzon se ju nuk keni qenë pjesë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Një fakt që e di gjithë Shqipëria në fakt, por duke qenë se jemi në emision, unë jam i detyruar ta bëj këtë pyetje. Si e vlerëson këtë qëndrim dhe nuk shiko atëre. Po ju dërgoj juve një dokument, sa po ju dërgova, ju dhe më dërgoja një regjis dhe po, kjo është përgjigja që regjia nëse mundet ta shfaqi dhe kjo është përgjigja. Dritan, më duket po, faleminderit regjia, ja ku jemi. Qeveria e përkohshme e Kosovës, Ministria e Mbrojtjes, numër protokollit 9399 080999 Prishtinë, vërtetim. Vërtetojmë se Togeri Dritan Laver Goxhaj ka qenë pjesëtar i UÇK-s gjatë luftës çlirimtare të Kosovës prej 1 marsit 1999 deri në fund të luftës me detyrë komandant batalioni. Ministri i Mbrojtjes? Ministri i Mbrojtjes kush është Dritan? Azem Syla. Azem Syla. Dhe është edhe ratifikuar nga Republika e Shtetit Shqiptar. Shërbimi informativ i shtetit. Shërbimi informativ i shtetit, okej. Besoj që nuk duhet koment tjetër për këtë. S'kam që komentoj është. Dritan, falenderoj shumë që të kisha. Ju faleminderit edhe ju. Në këtë pjesë të emisionit është bashkuar me mua profesor Sazan Guri. Profesor, kënaqësi që të kam. Ja tjetër, edhe unë kënaqësi që komunikoj me ju. Profesor, ka patur zhvillime të rëndësishme në raport me protestën, të shtunën ka qenë ndër protestat më të mëdha që është parë, por së fundmi protesta ka dalë bashkë me, le të themi, me një grup
i cili organizator dhe cilët kanë përpiluar një listë me 5 kërkesa që ka lexuar ish ushtari i Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, zoti Titan Goxhaj. Si e vlerëson këtë zhvillim të protestës?